Kufiri mes Indisë dhe Pakistanit që prej dekadash është një nga pikat më të nxehta të globit, po përjeton një tjetër valë për shkallëzimit të rrezikshëm. Pas një nate të tensionuar e shoqëruar me bombardime ajrore, raketa dhe të shtëna armësh, dhuna ka shkaktuar viktima të shumta në të dy anët e vijës së kontrollit në Kashmir. Mbi 11 persona janë raportuar të vdekur, përfshirë fëmijë, dhe 10 të plagosur, ndërsa situata po shihet me shqetësim nga komuniteti ndërkombëtar. Autoritetet indiane njoftuan nisjen e operacionit Sindor, një ofensivë ajrore që synonte baza të pretenduara të grupeve ekstremiste, duke deklaruar se janë eliminuar 70 militantë në 9 lokacione të ndryshme. Nga ana tjetër, Pakistani dënoi ashpër veprimet e Indisë, duke i cilësuar si një akt lufte dhe paralajmëroi përgjigje të fortë në rast të përsëritjes së sulmeve. Kryeministri Shehbaz Sharif deklaroi se vendi i tij nuk do të qëndrojë duar kryq përballë një agresioni të tillë. Ndërsa përplasja mes dy fqinjeve me armë bërthamore sa vjen e intensifikohet, India fajson Pakistanin për një masakër të ndodhur muajin e kaluar në Kashmir, ku u vran 26 persona. Islamabadi mohon çdo përfshirje dhe akuzon New Delhin për shkelje të armëpushimit. Në një përpjekje për të ulur tensionet, Shtetet e Bashkuara bëri thirrje për përmbajtje, ndërsa presidenti Trump shprehu shpresën se konfrontimi do të ndalet para se të dalë jashtë kontrolli.